Ende pa u martuar, ajo bë pjesë e portaleve dhe shkrimeve të shumta. Fillimisht për ngjashmërinë me vjerën e saj, e gjithashtu edhe për përgatitjet e dasmës. E kam fjalën për nusën e këngëtares tonë të dashur Shyrete Beluli. Në vazhdim do të keni rast të shihni disa pamje se si shkoi ajo tek burri i saj. I ndjekim bashkë materialin nga Florian Halile. Fustani i bardh, lulët, dasma, ceremonia tradicionale mbetet një ëndër për shumë kënd. Në epokën e bashkëtesës, çfarë i shtyn të rinjët ta zgjedhin këtë institucion? A është një prirje romantike? Të gjitha këto, një dëshirë që ende kanë vajzat e djemtë e brezit të sotëm, me cilën janë përkundur qysh nga fëmijëria. Dua të jem princesha që i thot po princit të kaltërt, me buzëqeshjen e pakontrolluar në fytyrë. Edhe nëse nuk e thonë krejt kështu, ka shumë që e mendojnë, apo thjesht në një moment e dëshirojnë. Duhet jetë e bukur, emocionuese. Kështu edhe e besojnë. Duket sikur rritet që teorikisht duhet të fashiteshin për shkak të vjetrimit të tyre nga koha nuk largohen. Kthehen shpeshherë për të përvetësuar, por jo krejtësisht ashtu siç kanë qenë dikur, sepse të rinjët shpikin dhe krijojnë përzien rritet e rregullta, të vjetra e të reja. Të çuditshme sa më shumë, me të vetmën arsye që ta bëjnë ditën e martesës së tyre të paharrueshme për veten. Gjithçka në shtëpinë e këngëtares Shyrete Beluli nisi ditë më parë kur ishte nata e beqarisë së lartës, pra aresë së këngëtares. Më pas vazhdoi me kanagjeqin që u pushtuan të gjitha portalet për t'i lënë në rend traditës, ku duhet shkojnë e të marrin nusën me një përhajr të madh. E premtja e datës 30 shtator po i thoshte lam të mirë shtëpia e prindërve për tashmë nusën e kushtrimit, djalit Shyrete Belulit. Gjithçka gati. Veturat kishin një kod që të gjitha të zeza dhe pastolitët e pruara, por me një detaj që do t'i dallonte. Në tabelat e tyre ishte vendosur shkrimi kushtrim në larta. Të shoqëruar nga muzika u vendosën në vetura me 4 treguesit e sirena. Qyteti po paralajmërohej se në shtëpinë e Lulit dhe Shyretës po shtohej një antar. Rreth orës 15 arritën tek shtëpia e nusës ku të ftuarit po priteshin nga nikoqirët e shtëpisë siç e don tradita. Pa një, pa dy, krisi edhe defi e këndimi. Teksa nusja po qëndronte lart e bëhej gati me detajet e fundit mbrapa shtëpisë, baballaku po e donte e përqafonte shumë dhëndrin. Tek gratë valle zhurmë me ëmbëlsira e të kënduar. Dhe ja momenti i nusës me vello të bardhë. Pranë saj për ta shoqëruar ishin babai dhe vëllau që nxorën jashtë, e bën gati për ta futur në veturën që do ta largojnë ndoshta përgjithmonë nga shtëpia e babait. Lotët nuk munguan. Urimet dhe përqafimet i mori nga prindrit. Vjehra e buzëqeshur po drejtohej në veturën e saj me gëzim për martesën e djalit. Pas që nusja u vendos, e po shlodhe nga momentet e ngarkuara në anën tjetër, familja po festonte në lokalin e tyre përballë shtëpisë me muzikë, ushqim e pije. Të trashëgohen.